Izraeli ka vendosur të krijojë një agjenci qeveritare që do të mbikëqyrë largimin vullnetar të palestinezëve nga rripi i Gazas. Një zëdhënëse e kryeministrit Benjamin Netanyahu konfirmoi të hënën se agjencia po ndërtohet pas miratimit të planit të ministrit të mbrojtjes Israel Katz. Arabia Saudite ka dënuar njoftimin e Izraelit për një agjenci që synon zhvendosjen e popullit palestinez. Egjipti dhe vendet e tjera arabe nuk kanë reaguar ende ndaj njoftimit, por kanë këmbgulur në mënyrë të përsëritur për një zgjidhje me dy shtete të konfliktit dhe domosdoshmërinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez, si dhe rindërtimin e Gazës me palestinezët që mbeten në territorin bregdetar. Lëvizja izraelite vjen pas sugjerimeve të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se banorët e Gazës duhet të zhvendosen në vende të tjera, gjë që grupet e të drejtave dhe kritikët në mbar botën kanë thënë se është spastrim etnik, largim me forcë një popullsie nga shtëpia e saj. Zëdhënësja konfirmoi se një autoritet i ngarkuar me përgatitjen e largimit vullnetar të banorëve të rripit të Gazës në vendet e treta në një mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar po krijohej. Kjo do të bëjë që administrata e migracionit të vihet në kontrollin e Ministrisë së Mbrojtjes, tha ajo. Njerëzit që dëshirojnë të largohen nga rripi i Gazës duhet të lejohen ta bëjnë këtë në përputhje me ligjin izraelit dhe ndërkombëtar dhe në përputhje me vizionin e presidentit amerikan Donald Trump, tha zëdhënësja e Netanyahut. Nacionalistët izraelit kanë kërkuar prej kohësh dëbimin e palestinezëve nga Gaza dhe bregu perëndimor i pushtuar, ata e kanë shtyrë më fort këtë ide në mes të luftës me Hamasin, ndërsa qeveria izraelite është akuzuar nga organizata civile për pengimin e ndihmës humanitare në enklav në një përpjekje për të inkurajuar njerëzit të largohen, shkruan Al Jazeera. Trump përshkroi planin e tij për një marrje të Gazës nga SBA dhe rivendosjen e më shumë se 2 milion palestinezëve në vende të tjera, Egjipt dhe Jordani, muajin e kaluar. Ai tha se donte ta kthente territorin palestinez të shkatruar nga lufta në një rivjerë të lindjes së mesme. Sugjerimi shkaktoi zemrim të gjerë ndërkombëtar, duke shkaktuar kundërshtime të ashpra nga palestinezët, negociatorët arab dhe shumë vende të tjera anë mban globit. Zëdhënësja e Netanyahut nuk specifikoi se cilat vende të treta mund të jenë të gatshme të bashkëpunojnë me Izraelin në zbatimin e planit. Netanyahu ka thënë më parë se ishte i përkushtuar ndaj planit të Trump për krijimin e një Gaze tjetër, ndërsa premtoi se pas luftës nuk do të ketë as Hamas dhe as autoritet palestinez që do të qeverisë territorin. Katz kishte udhëzuar ushtrinë në shkurt që të hartonte plane për zbatuar propozimin e Trump për rivendosjen e palestinezëve nga Gaza. Lëvizja izraelite e paqes Peace Now e dënoi veprimin, duke etiketuar atë një njollë të pashlyeshme mbi Izraelin në një postim në X në anglisht. Kur jeta në një vend të caktuar bëhet e pamundur nga bombardimet dhe rrethimi, nuk ka asgjë vullnetare për largimin e njerëzve, shkroi organizata.